Kombëtarja shqiptare është mposhtur në shtëpi përballë Anglisë në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Botrorit 2026. Sfida e zhvilluar në stadiumin Errol Benja përfundoi 0-2. Pas këtij dueli ka folur portieri Thomas Strakosha. Kane më vrau pak dorën, por për ndeshjen s'kam çfarë them, dham maksimumin. Posuam golin dhe tani të mendojmë për play-offin. Të gjithë janë të gëzuar sepse është hera parë për ne të qëndrojmë me këmbë në tokë. Për ata që mendonin se do fitoni me Anglinë, kjo nuk është e lehtë. Ata nuk kanë pësuar asnjë gol deri tani. Kemi luajtur ndeshje shumë të mirë, por s'kemi marrë maksimumin, por edhe kemi marrë pikë. Të marrim leksion që të besojmë më shumë të vetja, të krijojmë më shumë sepse ekipi ka cilësi përpara, të sulmojmë të gjithë bashkë. Irlandë, Skoci, Çeki, Slovaki, Wales për play-off. Nuk kam asnjë preferencë, do të jetë ndeshje emocionuese për ne dhe për ata, por duhet të marrim maksimumin dhe të shkojmë në finale përballë çdo ekipi. Përballja me Kane, unë ndjeva keq sepse më shënoi 2 gola të shpejtë, sa u futën Foden, Saka dhe Rashford ndryshoi loja, por është një leksion për ne që të qëndrojmë me këmbë në tokë. Inshallah në ndeshjet e tjera me ekipe si Anglia të mos posojmë gol, tha Strakosha.